pse nuk po të respektojnë tjerët. Ti qosh çdo mëngjes, secili njeri që e takon rrugë t'i ja bën qefin. Kur kërkojna nuk i thu jo për kur gja. Bile me po me ndodh mi thon dikojna jo për diçka, ti fillon mu ni shumë keq. Duket sikur e ke bo naj sjellje të keqe, të pahishme, fillon me u ni keq me veten. Çdo kush pret diçka prej teje, në shtëpi, në shoqni, në familje, në punë, rreth, të gjithëve ju thu po edhe pse nuk është detyre jotja. Çka ndodh? Mas një kohe fillon me kuptu që tjerët në fakt nuk është që dojnë për çet njeri që je, po dojnë për çata që ti mundesh me ofru. Njerëzit në punë të vlerësojnë, po jo pse ti je njeri i mirë, po pse ja u kryen punë të krejtëve. Nëse je nxënës në shkollë, je kona nxënës që ja u ke bu detyrat krejtëve si ju keni mu, edhe të tjerët mas ne kanë thonë, hajt se kë budalla, hajt se nuk është që merr vesh. Kjo nuk të bën ty njeri të keq, as nuk të bën njeri budall, as nuk të bën njeri shumë të mirë në fakt. Thjesht bën një njeri që s'ke ditë me vendos kufi. E kur ti nuk e vendos kufi, tjerët nuk të respektojnë mas nej, sepse njerëzit tojnë, këa, hajt se ky që aty është gjep. Kur të që të kam nevoj e thirri, mas nej kur s'kam nevoj e lo, se mas nej kur të thirri a i prapë është që aty. Çka dush me bu në qësi situata, është munal, me menu, me vendos kufi. Njerëzve të tjerë nuk është që ja unin shumë për ty përderisa nuk ka nevoj, ose përderisa ti nuk ki kufi. Besëm, shumë ma shumë kanë më dashtë më të respektu, në qoftë se ti ja kallëzën se cilit venin e vetë dhe se cilit i thu, deri që tu është me mu, e këne e tutje, mundemi me fol. Munohu me vendos kufi, sepse vesh që shto mundesh me koni lumëtër, me koni qetë, edhe me jetu jetën që e ki dashtë.